Në këtë kronik do të zbulojmë sekretet e agjerimit dhe misteret që e mbuluan në vite këtë praktikë të pazakontë. Do të gërmojmë teje në përlashtësi duke kërkuar të vërtetën, edhe pse disa sekrete fshihen, apo të tjera akoma të cilat gjoja janë zbuluar, duke lakuar kështu rrugën e vërtet që si pasojë kanë shpërndarë mësimet e gabuara, sepse ashtu siç e kemi përmendur, ka gjëra që nuk duhet të dihen, por ja që ka edhe misione që gjenden këtu, pikërisht për ju, për t'ju informuar, sepse vetëm kështu do të dini të përballoni errësirën e së nesërmes. Më në fund, edhe ne e kuptuam, si gjithmonë mbasi bota e vërtetoi, se metodikat e agjerimit janë efikase në aparatin fizik të trupit ton, por edhe që ndërhyjnë në mënyrë shumë të mahniqme në gjendjen shpirtërore, dhe pikërisht këto të dyja janë të një rëndësie të veçantë për njeriun, dhe ja sepse. Për sa i përket trupit fizik, agjerimi në radhë të parë pastron tërë aparatin tretës dhe njëkohësisht edhe aparatin gjenetik, sepse pikërisht në ai moment pastrimi është general dhe si i tillë ka rezultuar se ka modifikuar organet fizike në një status të niveleve më të larta. Kurse për sa i përket energjisë ose shpirtit, agjerimi jo vetëm e pastron energjinë, sepse skorjet sapo u larguan dhe shoshitja nuk ka bërë gjë tjetër, veç se ka mbajtur pjesën më të mirë të energjisë. Por njëkohësisht, agjerimi krijon një lloj efekti, reakcion domino, i qelizave, që duke i shkëputur nga njëra tjetra, sikur të liroheshin nga një mllef, u jep mundësinë atyre të thithin një energji superiore, shumë herë më të mjaftueshme, se sa të gjitha herët të vëna bashk që nga momenti i lindjes. Dhe duke qenë kjo një energji e pastër dhe plot me informacione të reja, njeriu bëhet më inteligjent, më i prekshëm në zemër, pra me pak fjalë, merr iluminimin e shenjtë. Kjo u ka ndodhur disa njerëzve të mëdhenj që duke praktikuar agjerimin e madh, atë të 40 ditëve, kanë arritur pavdeksin. Edhe këtu mund të përmendim Budën, Jezusin apo profetin Muhamet. Por si është e mundur që njeriu të mund të jetojë pa ngrënë, dhe cilat janë ekstremitetet e agjerimit në botë? Indi, vendi mistik, një nga djepet e kultit botëror, ose më mirë kulti vetë. Mediat të transmetonin lajmin e një misteri të pazgjidhshëm për mbarshkencët. Fjalë. Lajmet pra flisnin për një njeri me emrin Prahladiani, i cili kishte vite që jetonte si eremit. Por kur një grup studiuesish shkuan në tempullin legjendar të Gujaratit në Ambaj, aty vërtetuan se Jani kishte 70 vjet që nuk kante. Atëherë ata u vunë në kërkim të zbulimit të misterit. Fillimisht menduan se kishin të bënin me një gënjeshtër, apo me një truk të metodikave indiane të lashta. Por shumë shpejt mendimet e tyre ndryshuan, sepse gjatë ditëve studimore vërenin se eremiti Jani nuk vinte asgjë në gojë. Pak më vonë, meqense mediat botërore kishin bërë jehonën e tyre gjithandej, atëherë direkt nga Amerika mbërriti një ekspert, i cili vendosi të punonte me ekspertët indian. Jani që nga ajo mbrëmje u vunën kontrollin e telekamerave dhe të aparaturave të sofistikuara për të vërtetuar definitivisht nëse ishte e vërtet ajo që thuaj apo jo. Fillimisht kritikët menduan se ekspertët indian ishin dakord me eremitin, por edhe kjo gjë u rrëzua. Kur testet përfunduan, specialistëve nuk u besoi që eremiti Prahladiani kishte me të vërtet rreth 70 vite që nuk kante. Ekspertët kryen edhe një tjetër studim për të qenë më të sigurt, sepse ajo që kishin zbuluar ishte jashtë realitetit objektiv njerëzor. Kështu ata kontrolluan me imtësi gjithë aparatin tretës të eremitit, gjithë organet, duke përfshirë këtu edhe zemrën dhe mushkrit. Dhe gjëja më sensacionale ishte se të tëra pjesët e brendshme të trupit të tij ishin si të një 20 vjeçari. Pra atë një pastërti edhe një forcë manice. E çuditshme ishte se Jani, edhe pse atëherë ishte rreth 80 vjeç, zemra e tij rrihte si e një të riu, dhe aparati i metabolizmit rezultoi paranormal. Një test ishte kryer nga ekipi indian në vitin 2003. Por ky 2010-ës i vuri vulën thashë themeve ku thonin se eremiti gënjente. Dhe ky lajm i mistershëm përfundimisht do të tumte themelet e njohurive të mbarshkencave botërore.
Ekipi që bëri testet në trupin e eremitit Prahladiani ishte i përbërë nga gjenetist, fizikant, biolog, patolog dhe psikolog. Gjatë kërkimeve studimore për zbulimin e sekreteve, ekspertët vërejtën një anomali në trurin e eremitit. Në pjesën e pasme të kokës, kishte një gjëndër, pothuajse sa një ping-pong. Mbasi e egzaminuan, ata vunëre se kjo gjëndër lëshonte një lloj lëngu që lidhej direkt me syt. Atëherë ekspertët bën lidhjen që ajo gjëndër ishte në funksion të mbrojtjes së syrit. Sepse kur ekspertët e kishin pyetur se me çfarë jetonte, Jani ishte përgjigjur se ai ushqehej me rrezet e diellit, dhe në fakt sipas ekspertëve, ajo gjëndër nuk bënte gjë tjetër, veç se mbronte sytë e eremitit gjatë orëve të ekspozimit të syve në diell. Sepse ashtu siç shkenca në mëson, nëse do të shihnim diellin jo më shumë se 20 minuta, kujtdo do t'i digjej retina dhe nuk do të shihte më kurrë. Dhe kjo gjëndër, me sa duket ishte formuar gjatë kohës, duke filluar që kur ishte i vogël për ta mbrojtur atë nga rrezet. Prahlad thot se ai udhiqet nga një hyjni me emrin Amba. Në fakt, besimtarët e quajnë atë Mataj, vizioni ynismem. Gjëndra e shfaqur pra, mbulon kokordhokun e syrit gjatë pozimit në diell, dhe lëngu që ajo lëshon e mbron syrin në një mënyrë perfekte. Studiuesit habiten se si mund të krijojë një gjëndër e tillë në trupin e njeriut, sepse ajo nuk ekziston jo vetëm tek njerëzit, por as edhe tek kafshët apo speciet në tokë. Por shkencën jo vetëm kjo gjëndër është e panjohur, por edhe vetë misteri që rrethon këtë njeri. Po atëherë, ç'është agjerimi? Nga kush praktikohet? Edhe pse praktikohet? Agjerimi vetë nga fjala në vendin tonë është lidhur drejt për drejt me pjesën e besimit fetar. Është ushqimi në orare të caktuara edhe një kategori e caktuar ushqimi, që do të thotë, pavarësisht se bën nga besimi fetar apo nga thjesht për të pastruar veten tonë, është një përpjekje ose tentativ për të ruajtur fizikun e njeriut të pastër dhe për të ndihmuar për të ekuilibruar. Duke qenë që është e pranuar historikisht që në zona fillën e vetë të njerëzimit, që të kemi një mendje të pastër dhe një mendim të fuqishëm, duhet të kemi një trup të fortë dhe të pastër, të ushqyer mirë. Mendje shëndosh në një trup të shëndosh. Kjo thënie nuk është as pak e re, është jashtëzakonisht shumë e vjetër. Agjerimi si fenomen, se si praktik më sakt, ka lindur shumë më përpara se lindja e muslimanizmit apo islamizmit, që është regjistruar në vitet 600 pas lindjes së Krishtit. Ka lindur në Azinë e lashtë. Quhej reik kjo metodë, reikët ose ata që ishin pretendent për të bërë reik, gjithë që në një majmali si puna e vendit në të cilin ndodhemi ne, duke e para ndryshonin mënyrën e të ushqyerit, hani në kohë të caktuar ushqime të caktuara për të fuqizuar fizikun, dhe e dyta, qëllimi kryesor ishte që të kishin mundësi të zbulonin maksimalen e mendimit për të ardhur në kontakt me krijuesin. Pra ishte çështje besimi, si meditimi, si yoga, si reiki, si agjerimi lidhen me pjesën që të japim shumë pak rëndësi ushqimit fizik dhe të japim më tepër rëndësi ushqimit psiqik, të lutemi më fort, më pastër, më kthjellët, për të ardhur jo vetëm afër me ekzistencën tonë, por njëkohësisht edhe me krijuesin. Pa dashur që të nxjerr fetare në flakt, për të gjithë mendimtarët, të gjithë njerëzit e mençur në këtë botë, këmbgulin në ekzistencën e të pjesës substacionale, ose të ekzistencës së një qenie mbi njerëzore ose mbi universale, sepse janë faktet të pabëra bashk, pjesë të pazurit që nuk janë bërë bashk, është nevoja jonë e brendshme, apo e dim apo nuk e dim, të gjithë bashk, në çdo moment të bukur apo të vështirë, syt i drejtojmë nga qielli. Në të gjithë librat fetar, në të gjitha kulturat e mbar botës, gjejmë gjurmë që nga lashtësia të agjerimeve të ndryshme
qoftë të trupit, por edhe të mendjes. Kjo praktik është shkruar që nga tekstet e sanskrites deri tek Dhjata e Vjetër dhe më mbrapa akoma në Kuranin e Shenjtë. Në fakt, muslimanët akoma sot e praktikojnë agjerimin, por në të tëra këto shkrime, nëse lexon mirë, kupton qartë se agjerimi nuk bëhet për të ndotur sërish, por për të frenuar trupin që dal nga dal të ambientohet. Shkencërisht, nga metodikat e kryera këto vitet e fundit, trupi i njeriut ka nevojë për agjerim, por mjekët të rekomandojnë se nuk mund të agjerosh disa orë apo qoftë edhe ditë të tëra, edhe pastaj të hash dhe të shqepesh, sepse kështu nuk zgjidhet gjë. Por duhet se s'bën të mbash ritmin, që duke ngrënë gjithmonë më pak, trupi jeton më gjatë dhe mendja shumë më mirë. Në të gjitha tekstet e vjetra, kur thuhet agjerim, bëhet fjalë për agjerim të shumanshëm, pra pa ngrënë, pa pirë, pa marrëdhënie me të dashurën, pa zënka dhe mundësisht duke medituar në një vend pa njerëz dhe në qetësi. Por a ka fakte edhe në vendin ton të anomalive agjeruese, edhe nga çfarë shtyhet njeriu për praktikimin e meditimeve ekstreme. Në vitet 92, sistemi sapo ishte përmbysur, ishin hapur dyert për kultura të ndryshme, përfshirë dhe kulturat fetare. Unë u bera shumë i dhem pasionant mbas fes Bahai, ka marrë librin kryesor që përdorin të brendshëm Baullahu dhe Epoka e Re. Diku aty në përfaqet e librit flitet dhe për kontaktin me Perëndim, të cilin mund ta realizosh duke u shkëputur nga realiteti material. Dhe kuptohet ka mënyrën e strahuar të thenjes, sepse edhe kjo përben rrezik më vete. Çdo gjë e panatyrshme, thjesht me anë të pasionit, do të ishte një vetvrasje. Dhe bile edhe në libër thuhet që nuk i rekomandojnë gjëra të tilla sepse janë të rrezikshme. Është për përdorim të brendshëm ashtu siç janë zakonisht librat fetar, megjithëse Kurani dhe Bibla janë shumë masive, por nuk shiten, janë thjesht për përdorim. I tillë është edhe ky, nuk shitet në librari, është jepet falas nga vetë filozofia hyjnore, nëse do ta quaj kështu, sepse në krahasim me fetë e tjera kjo është pak më ndryshe, kërkon unifikimin e të gjitha dijeve, kulturave, politikave të rasës njerëzore, pra kalimin e rasës njerëzore në një familje të verdhme. Ajo pjesa e shkëputjes më detyroi mua të filozofoja, megjithëse as kam studiuar për filozofi dhe ndoshta s'kam ndërruar më një, por thoshe që një njeri që të jetë normal, duhet të jetë brenda normave, brenda kornizave. Atëherë kjo është mënyra e të ndërgjegjësuarit të këtij njeriu. Në momentin kur nuk e kemi këtë koncept, do thot ose jemi në gjumë, ose jemi të vdekur, ose jemi në gjendje tranzit, ta quajmë pika ku ka, pamarimisht mbi normale, anormale, më saktë ndërgjegja është e shkëputur nga realiteti material. Atëre, kjo lloj shkëputje bën që të kalosh në një botë tjetër që le ta quajmë pragu, ashtu siç mund të quajmë dhe pragun e vdekjes, që mund mos jetë një vdekje reale, mund mos jetë edhe një jetesë, por në fundit përjeton diçka të tillë të kësaj natyre. E tillë ishte edhe kjo, ai moment ishte një moment që nuk shihja me realitetin, edhe pse syti kisha hapur, shihja thjesht ndriçime, si le të themi si një tym duhani ndriçuar, si këto efektet që kryen për skena, diçka të tilla, po me ngjyra vërtet më gjepse, shumë interesante, mbreslanse, të cilat duke i parë me vëmendje krijoi kuptime, ndjesi, pavarësisht se ndërgjegja nuk kuptonte. Dhe gjatë kthimit në realitet, pastaj unë isha i detyruar më shumë të mendosha se sa të jetoja me njerëzit që kisha vërdall. Dhe këto gjëra pastaj më jepnin një konkluzion që unë do t'i quaj jashtë ndërgjegjes. Këto konkluzione midis tyre ishte edhe ajo që thash po dua ushqim me ajër. Ushqimi që ne marrim, qoftë ujë, qoftë fruta, zarzavate, mish e tjera. Në fundit i marrim për kalori, i marrim për energji. Atëherë, ushqimi me ajër, s'le gjë tjetër veçse të marrësh energjinë e pastër, jo energjinë e kthyer në një lëndë sipas llojit të saj.
Sepse në fundit dhe materia dhe lenda përfshi dhe trupin e njeriut, s'janë gjë tjetër veçse një energji në një shpejtësi të kufizuar brenda shpejtësisë së dritës, e cila sipas teorisë Einsteinit eja barabartë me 1 hertz në 4 orë përcakton edhe shpejtësinë e dritës ose kalimin nga lenda në energji dhe nga energjia në lendë. Për të shkëputur qenien time, mbase kjo do ishte shprehja më saktë, nga realiteti i përditshëm, e para njëherë duhej që unë fizikisht të mos jetoja në atë realitet. Do të thonë të shkëputja aktivitetin tim dhe le ta quajmë të meditoja. Po, në 92-shin fjalën meditim nuk mbaj mend të kisha dëgjuar ndonjëherë apo jo. Por duke u nisur tek mohimi i vetes, domethënë që të kontaktosh me Zotin duhet të shkëputesh nga realiteti material, ishte ai mësimi i fesë Bahai. Atëherë unë mendova që duhet të shkëpus ndërgjegjen nga ky realitet material. Dhe mënyra se si unë e zgjodha ishte që të rri pa gjumë. Konkludova që ndërgjegja do kishte nevojë për gjumë, do humbiste fuqinë e saj logjike dhe detyrimisht do e shkonte në hiç. Ky ishte konkluzioni që unë bëra. Por se sa do rria unë nuk e dija, po duke menduar që Zoti e ndërtoi botën për 6 ditë dhe 7 bëri pushim, thash unë nga dita 7 shoj do dal diçka. Edhe në këto lloj arsyetimesh e fillova, po kuptohet nga lodhja. Ditët e para unë merrsha me të lexuar, merrsha me diçka thjesht që ndërgjegja të mos flia, sepse kisha kaluar kohë pa gjumë dhe ndihesha i lodhur. Pra, duke u marrë me diçka, mbaja vetes zgjuar. Por kur kaluan disa ditë, paktën mendoja deri në 3-4 ditë, munda që thjesht të lexoja të bëja diçka. Pastaj fillova të shpika diçka tjetër, merrsha me të shkruar. Shkruaja dhe mundohesha që ato që shkruaja të mos ishin fjalë koti, po të ishin fjalë, siç pretendoja unë në ato momente, fjalë që do të peshonin shumë në të ardhmen time. Dhe mendoja të kuptoja në ato që unë po ndjeja, po mendoja, po në bazë të intuitës, po nën kuptoja etj. Në ditët e fundit pasaj nuk mbaj mend se sa ditë vati sakt, fjalit vinin dhe shkëputeshin. Ndërgjegja po vinte humbiste. Kur arrita pasaj që i bëja dhe vetë fjalët me rrokje të ndara kështu, i them gruas sonde do të vemi do flem nga prindrit e mi. Aty ajo thot më duket se si e rregull. Atëherë thash një epokë tjetër po vjen. Përderisa arritet ta kuptosh dhe unë kam një arsye për të vajtur. Kjo do thotë që po vjen një kohë ku gjërat nuk janë normalisht. Dhe prisja të ndodhet diçka letisht, ndash normale, ndash anormale. Ishin ditët e para të shkurtit, të vitit 1992, orët e vona të asaj dite, njerëzit të lodhur nga që ishin të prekupuar dhe me atë fenomen dhe me atë ngjarje që po ndodhte, dikush donte të binte poshtë, dikush bente sikur binte poshtë për që të më jepte mua mundësinë për të fjetur. Unë vërtet isha i raskapitur. Nuk doja të flija, domosdoshmë nuk doja të flija. Qëllimi kryesor që kisha vënë vetes ishte që të ruaja në maksimum ndërgjegjen. Nuk e di, po kështu e kisha fiksuar, që të ruaja në maksimum ndërgjegjen. Dhe për këtë punë i thash të tjerët le të flem gjumë, mora babain, i thash fiks kështu, të tjerët le të flem gjumë që të më lënë mua në problemin që kam dhe ti do të rrish me mua për siguri edhe për të parë, po edhe ndoshta për të ndihmuar, i thash. Dhe vërtet unë prisja diçka, e parandjej që vërtet do të ndodhte diçka. Ajo që ndodhi unë nuk mund të flas dot eksaktësisht sepse nuk kam fuqinë e të shprehurit. Për ta thënë, nga ana konceptuale ishte ajo që le ta quajmë Mesia, por jo në kuptimin që mua mu çfaq Krishti, sepse do të ishte një absurditet dhe i papranueshëm logjikisht, por kënaqësia që unë ndjeja ishte e njëjtë sikur vetë Zoti kishte ardhur tek unë. Për nga ngjyrat, për nga drita, gjëra megjithatë që shpirtërisht ishin aq të pranueshme, aq ekstaz, aq kënaqësi sjellse të papërshkueshme. Ngjyrat ishin direkt. Unë isha me sy hapur, sfondi i ambientit të shtëpisë dilte
simboluar me tymë, sikur kishte mjergull, dhe në qendër të kësaj mjergulle kishte dëndësi drite, dhe jo thjesht dritë e bardhë, diçka me dritën e neonit, por e përzier me ngjyra, e shoqëruar dhe me tinguj, me një rezonancë, me një si muzikë, si violinë, si ze, nëse ke parasysh kur shpejtësia e zerit ndryshon, kthehet në tingull melodioz, nga nota më të ulta në nota më të larta. Herë si violinë dhe herë si kitare me korrent. Domethënë, pothuajse nga të gjitha veglat muzikore ndiheshin aty, ishte megjithatë diçka e papërshkrueshme. Dhe përziheshi dhe me ze. Pra duke sikur zeri ishte melodioz, si tip zeri roboti, i cili fliste. Dhe ato që u thanë ishin në mënyrë simbolike, të cilat unë me shumë sërmundim arrita të rrok diçka përfshi dhe intuitën gjithja. Dhe me anë të intuitës. I ndihmuar edhe nga studimet pasaj të mistikës. Ashtu si thash, ato ditë më shfaqen shumë gjëra dhe nuk mund të flas, nuk mund të prononcohem, nuk mund të jap dot kuptim, domethënë publik, por më ndryshuan jetën totalisht. Dhe më tjetërsuan. Që nga i moment unë mendova se bota ime e më përparshme ishte një botë hiç dhe fillova të përkushtohem, të lexoj, të shënoj, të shkruaj dhe detyrimisht të dal diku të pjek një mendim. Pra, është një shtysë e jashtëzakonshme. Ajo që unë mendoj se po dal në një konkluzion, në një farë dije, domethënë, siç thuhet shpesh tani edhe nga shkencat më moderne, për shembull nga shkenca kuantike, që dije dinin diçka më pak, nesër dim diçka më shumë, sepse dija nuk ka fund. Por në fundit ajo që ka rëndësi dhe që dola unë në konkluzion, e se të gjithë njerëzit e kanë dije me vete, si punë e farës së fjetur. Por ai fenomen shërbeu për zgjimin e kësaj dije, për ngacmimin e atyre vatrave që ishin të fjetura dhe filluan të funksionojnë. Energjia, për mendimin tim, është pjesa më e dukshme e shkakut, nëse gjithë ekzistenca në përbot të ndryshme, paralele, le të quajmë, lidhet me faktin shkak pasoj, atëherë lenda është pasoja, është ajo që duket, është fenomeni. Energjia është burimi i krijimit lendës dhe shkatërrimit të saj. Vilendaj përdor atë shprehjen pragu, nëse do kemi parasysh dy vektor matematikor, themi -3 + 3 japin 0. Atëherë vlerat negative, pozitive, matematikisht japin 0. Atëherë ku vajtën vlerat? I bie që nuk janë zhdukur. Matematika e shkencë eksakte, po jo absolute. Atëherë absoluti është edhe alfa dhe omega, siç thotë dy, është fillimi dhe mbarimi. Pra është gjithçka, është shkaku në vetvete. Është qëllimi në vetvete. U munduam disa herë të pyesnim zotin Sokrat për sekretet më të thella, por nuk diskutohet që nëse ka gjëra që nuk shpjegohen, shumë nga ne do t'i merrnin këto si përralla. Ndaj ai nuk u zgjat më shumë, por kuptuam mirë se diçka mistike i ndodhi me të vërtet. Sepse jo vetëm nga dëshmia e tij, por edhe nga informatat që pa të marrë, tërë ata që e njohin, thonë se që nga i moment Sokrat Hanaj ndryshoi rrënjësisht që sipas gjasave, sa më shumë të ecim përpara në këtë argument, dhe aq më thellë zhytemi misteri. Organizmi njeriut mund të mbjetojë pa oksigjen në një maksimum deri në 10 minuta, ndërsa pa ujë 3 deri në 8 ditë. Por e pazakonshme është se si njeriu mund të mbjetojë pa ushqim, madje 7-10 ditë. Dhe sipas shkencës, kjo është e dokumentuar. Po si është e mundur kjo?
Përgjigja qëndron në vargun e sistemeve të zhvilluara mbrojtëse psikologjike dhe metabolike. Detyra kryesore e të cilave është të na mbajnë neve në jetë kur gjendemi në situatën e mungesës afatgjatë të ushqimit. Kur njeriu është i uritur, nuk do të thotë që është i pafuqishëm. Ja si lufton trupi ynë që të mbetemi gjallë. Trupi ynë nuk është si automobili, i cili fiket automatikisht kur mbetet pa benzinë. Kur organizmi detekton reduktimin drastik të konsumimit të ushqimit, ai aktivizon disa procese të caktuara metabolike, të cilat janë përgjegjëse për zhvendosjen e rezervave energjetike. Shkurt, me ato procese, organizmi na blen kohën e çmuar. Shumë shpejt pas ngrënies metabolizmi ynë dekompozon glikogjenin në glukozë, e cila ruhet në mëlçi dhe muskuj. Pas përafërsisht 6 orësh, organizmi fillon të shpenzojë rezervat e glukozës, për çfarë arsye shumë njerëz bëhen nervoz. Nëse jeni pa ushqim më gjatë se 6 orë, organizmi hyn në gjendjen e ketozës. Rezervat e glikogjenit janë shpenzuar dhe trupi fillon të shpenzojë acidet yndyrore. Edhe pse shumë njerëzve të cilët dëshirojnë të humbasin kilogramet, kjo nuk u duket edhe ide e keqe, gënjen. Truri nuk mund të përdorë acidet yndyrore për të funksionuar. Truri çdo ditë ka nevojë për 120 kg glukozë për të punuar si duhet. Edhe pse rezervat janë të shpenzuara, kjo nuk do të thotë që truri do të ketë uri. Organizmi ka zhvilluar planin B, në të cilin ketonet marrin rolin e glukozës dhe furnizojnë trurin. Së shpejti edhe truri do të mësohet me mungesën e materieve ushqyese dhe nevojat e tij do të reduktohen 4 fish. Pas 72 orësh pa ushqim, truri fillon të shpenzojë më pak energji, ndërsa furnizohet me aminoacidet nga proteinat, të cilat mëlçia i shndron në glukozë. Por edhe pse truri ndoshta e merr atë që ka nevojë, kjo nuk ndodh edhe me pjesën tjetër të trupit ton. Ai hyn në fazën e autofagisë, në të cilën e han veten. Dobësohet sistemi i imunitetit, kështu që trupi me kohë mbetet pa plane backup dhe vjen vdekja e cila është momentale, sepse më së shpeshti është pasojë e bllokimit kardiak të shkaktuar nga autofagia. Rastet e regjistruara të vdekjes nga uria janë të ndryshme. Disa kanë vdekur pas 3 javësh, disa pas 70 ditësh. Gjatë kohës së grevës së urisë në Irlandë në vitin 1981, 10 meshkuj kanë mbijetuar pa ushqim edhe deri në 72 ditë. Megjithatë, ky është një reflektim shkencor dhe studimor që jo të gjithë mund ta praktikojnë. E vërtetë është se çdo njeri ka një metabolizëm të ndryshëm nga tjetri, dhe kjo varet nga shumë faktorë. Ajo që është e rëndësishme në këtë varg informacionesh që paraqitëm sot, është se agjerimin e kanë praktikuar vetëm disa burra të rrallë, dhe nëpërmjet praktikave të meditimeve të trupit dhe të trurit, ata kanë zbërthyer kode, të cilat për ne mbeten një misteri pazgjidhshëm, ose ndoshta një misteri i tillë ka mbetur edhe për ta, sepse të vërtetën sublime e njeh vetëm kozmosi ose vetë krijuesi universal.